Edi Rama e ka IQ-n më të lartë në gjithë Shqipëri. Po, ti je xheloz. Ore, mbase e ka, po se ka përdor. Ti je xheloz. Se ka përdor. Jo, ti je xheloz, ti nuk i thon një të mirë. Jo, ore vlla, pse s'ja thon një të mirë? Po ç'ti them të mirë unë? Mirja gjena vlla. Midis 1 milion shijave një të mirë, pse s'ja thua vlla? Po i sharop s'bëhet mua pet kështu vlla, je dhe opinionisti. Po ç'ti them? Po mbaj për profesionist, jo vlla, si mund të bëj unë diskutojnë me ty në studio me këtë lloj grinte, me këtë lloj xhelozie, me këtë lloj urrëtie. O vlla. Ore ti vlla, mua më çojnë policia i, sa të them unë. Jo, Rama, base ke të drejtë, ç'a të them unë ore? Ore di ç'a do i bëj unë tani do shikosh ti ç'a do i bëj unë tani. Se do i marrë dhe shpinë e gjyshes, se na ka përjashtuar ne niprit e motrës. Të gjyshit vet, motrës. Ja, gjyshin nga ka përjashtuar. Tani do të shikoj ai se ç'a do i bëj. A do të bëj muhabet tamam. Ja bësh një civili, atë që i ke bërë ti Ramës me grun tavolin. Ç'a i bëra me grun? Ç'a i bëra? Ç'a i ke bërë vlla? Ç'a i bëra? I thash të gjeje, prit Arjan, flas. Ç'a i bëra? Ore unë i thosha atij dhe maskara dhe pis, dhe po të doja, nuk ja thash. Dhe ai po të donte të çoj. Dhe po t'ja kisha thënë nuk e fshija. Nuk e fshija vlla. Ja thosha. Qelbësir, maskara, kërm, o Edi Rama kërm, o Edi Rama qelbësir, ja thosha gjitha unë. Unë s'kam pse, po le të qëllonte o vlla. Po le të qëllonte, ti i ke provuar vet. Njeriu për një gjë është në jetë, ka moment. Për atë jeton në jetë. Le të qëllonte me grushtin, nuk ja dilja dot. Po mire tani ti, qa fiton me këto punër, vlla, se s'po të kuptoj. Qa fitoj, të bëj parkimin aty se në po në me gjoba, se thona thot, Rama, ishni makina. Tjetër, vlla. Ndaj dhe unë doja t'i jepi ati legenit, dhe se unë i vajta ati legenit me të mirë, pasaj thash dhe atë t'i apsa fi, se me erdi gjunau, bur. A i kishe mos i thuj legend ati tje, vlla. Po legend është. Ore mos i thuj, ka mundësi? E mirë, okej. Se TikToku nuk e lejon TikToku. Ore po s'du unë këmë sy ti mos ofendot kam vlla, bur. Po mirë, a i shoki noizit dhe qa ke ti a i shoki noizit dhe bur. A i e bëri noizit mbret, i ka dhënë miliona euro. E i mban bishti noizit, e i kre bishtin, e ja merë dhe ngoj noizit, edhe ti... Po pritë të rëbat. Shumë mirë që e kare, se atë e ka dash, ka shku në për koncerte me atë, ka shku në për stadiume, ka pat interes e Arjan. Ora ti shok, po tani pse bën kështu, unë kam intereset, kam shok tyre, mos kem interes unë qa? Jo, s'është e vërtet, jo. Shumë e vërtet është, se ka e vërtet. Kam interes me të pat shok, vlla, se je njëri ditur, je njëri që më streho kur kem hall. Pa jo, s'është interes, nuk është interes. Jo, po t'jesh interesi, se po t'jesh zhulash ti, po t'jesh njëri koti nuk maj shok, vlla. Të respektoj që kemi qa bën, edhe unë me ty rri, unë me ty ha e pi. Po e pe video ti, e i kishin lënë te lokali. Dhe janë special ta fiqë të punoj. Po zi më tha mua e diku t'i fusa ta fiqë. Unë me të mirë du i thënë, ore, atë t'jap sa fiqë tash se kam sa fiqë në ato, se a i, e diku t'i fusa. Po mirë, më tha 4 herë ullu, pastaj, sa më mbërthyen ata, tha mereni, tha, maskara. Ja, ka thënë 4 herë, o vlla, nuk ka faj Rama, gjot fol tamam. Si s'ka faj, ore, pse mos më kishe quar, kishe thënë largoheni Arjani, pse do më qonë të komisariat, thoshin, ore, do t'ja bësh prap, ti po erdi herë tjetër, tani e diti. Po e bëri ajo, ne përka, ajo e fryu. Aman. E fryu ajo, e shoqja. Pa hajdo burë se gruan e kushurit kam, sa gra ka ndar a i kam jorë gjithë gratë e ti unë. Tani pse nes kemi ndane, ore ti që nga dreq pjere. Do i kuriozitet për gratë e ati. Po jo, ore vlla, Arjan për zotin a lëra haka. Po pse? Ka duhet muar e qa tipi kjo vlla. Unë jam me Ramën, ti dhe shumë tjerë mund të gjykojnë, mund të para gjykojnë.